Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar vëllezër dhe motra, namazi i vitrit është një namaz të cilin i dërguari i Allahut alayhi salatu wassalam asnjëherë nuk e la pa e fal. Madje as në udhëtimet e tij. Shprehja vitr do të thotë tek, që i bie se ky namaz duhet të falet me një numër të rekateve tek. E për tekun i dërguari sallallahu alaihi wa alihi wasallam tha, në të vërtetë Allahu është tek dhe do të tekun. Ndërsa për namazin e vitrit tha, faleni namazin e vitrit përpara se të gdhijë mëngjesi. Në një hadith tjetër, ai alayhi salatu wassalam tha, namazi i vitrit është më i vlefshëm se sa devet e kuqe. Dhe shprehja devet e kuqe është një shprehje arabe e cila simbolizon vlerën dhe pasurinë e madhe. Namazi i vitrit është sunet për të falur tek shumica e dietarëve, me përjashtim të medhhebi Hanefi apo të dietarët e medhhebit Hanefi rahimahumullah, të cilët kanë mendimin se namazi i vitrit është wajib për të falur. Ai i cili me qëllim nuk e fal namazin e vitrit është njeri i keq dhe dëshmia e tij nuk duhet pranuar. Këtë e tha Imam Ahmedi rahimahullah. Ai i cili me qëllim nuk e fal namazin e vitrit duhet të ndëshkohet. Këtë e tha Imam Shafiu rahimahullahu ta'ala. Sa i përket numrit të rekateve të këtij namazi, por edhe formës së faljes së tij, shumica dietarëve janë në pajtueshmëri se namazi i vitrit mund të falet vetëm me një rekat. Me përjashtim të dietarëve nga Hanefit, të cilat kanë mendimin se namazi i vitrit nuk mund të falet me një rekat. Mendimi i shumicës është mendimi më i saktë dhe kjo bazuar në hadithin e Muhamedit alayhi salatu wassalam, i cili thot, ai i cili ka frikë se do ta zë agimi, le ta fal namazin e vitrit me një rekat. Minimumi i përsosmërisë se këtij namazi është që të falet në 3 rekate, e cilat i kanë 3 forma. Forma e parë është të falet ky namaz me 3 rekate me 2 teshahhud dhe 2 teslim. Pra, falja 2 rekateve, pastaj teshahudi, pastaj selami, pastaj falja e 1 rekatit të vetëm, pastaj teshahudi dhe pastaj selami. Dhe kjo bazuar në hadithin e Muhamedit alayhi salatu wassalam, i cili thot se ai i cili dëshiron që ta fal namazin e vitrit me 3 rekate, le ta bëj. Forma e dytë është falja e namazit të vitrit me 3 rekate një pas një. Dhe kjo duke u bazuar në veprimin e të dërguarit të Allahut alayhi salatu wassalam, por dhe veprimin e shokëve të tij radhiyallahu anhum. Forma e tretë e faljes së namazit të vitrit është një formë prej 3 rekateve me 2 teshahhud dhe 1 teslim. Pikërisht sikur forma e namazit të akşamit. Dhe këtë mbështesin Hanefit, por dhe Hanbelit. Dhe kjo duke u bazuar në transmetimet e disa sahabëve radhiyallahu anhum. Ndërsa Malikit dhe Shafit e urrejnë një formë të tillë. E ne këtu kemi të bëjmë me një çështje të gjerë të interpretimit, ku hadithet të cilat flasin apo hadithet të cilat ndalojnë një formë të tillë të faljes së këtij namazi janë hadithe për cilat dietarët kanë mos pajtueshmëri sa i përket saktësisë së tyre. Gjithashtu vitri mund të falet me 5 rekate, me 7 rekate, me 9 rekate, por dhe me 11 rekate. Në rekatin e fundit pas rukus së këtij namazi është e preferuar që të thuhet duaja kunutit, e cila mund të bëhet edhe para rukus. Shpeshherë parashtrohet pyetja nga vëllezërit se a mund të falet namaz vullnetar pas namazit të vitrit, sidomos në muajin e bekuar të Ramazanit. Dhe përgjigjja është po, ai i cili dëshiron të fal namaz vullnetar pas namazit të vitrit e ka të drejtën me fal namaz vullnetar pas këtij namazi, dhe kjo duke u mbështetur në veprimin e të dërguarit të Allahut Muhamedit sallallahu alaihi wa alihi wasallam.